Grupi parë që do ndërtonte një strukturë ushtarake të organizuar ishte Partia Komuniste e Shqipërisë, e formuar më 8 nëntor 1941, me ndihmën direkte të emisarëve jugoslav si Dušan Mogosha dhe Miladin Popović. Kjo parti do të vendoste shumë shpejt nën kontroll strukturat partizane në të gjithë vendin, duke themeluar lëvizjen nacional çlirimtare me një ushtri të centralizuar, të quajtur Ushtria Nacional Çlirimtare. Krahas kësaj lëvizjeje, u krijuan edhe 2 formacione të tjera të rëndësishme. Formacioni i parë ishte Balli Kombëtar, i themeluar në vitin 1942 nga figurat e njohura si Mitat Frashëri, Ali Bej Këlcyra, Hasan Dosti e të tjerë. Balli kishte si qëllim çlirimin e vendit dhe krijimin e një Shqipëri etnike, duke theksuar parimet e nacionalizmit dhe liberalizmit. Formacioni i dytë ishte Legaliteti, një lëvizje që u formua më vonë në drejtimin e Abbas Kupit, që kërkonte rikthimin e monarkisë së zogut dhe ruajtjen e institucioneve tradicionale. Ndërkohë që këto formacione po merrnin formë, Shqipëria ndodhej në një klimë represive dhe të paqëndrueshme. Ushtimi italian kishte sill me vete dhunë dhe propagandë fashiste, ndërsa popullsia shqiptare jetonte mes frikës, urrëritjes ndaj okupatorit dhe shpresës për çlirim. Me kalimin e kohës, lufta kundër fashizmit filloi të organizohej më seriozisht. Vitet 1941-1943 përvajsoi një periudhë vendimtare, ku lufta mori karakter gjithnjë më të organizuar, por edhe më të fragmentuar, pasi përplasjet ideologjike mes forcave nacionaliste dhe atyre komuniste nisën të thellohen.